E për më tepër të ftuar në studio në këto momente kemi analistin zotin Ilir Kulla. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Kulla. Zoti Kulla, do doja fakt të analizonim diçka mbi zhvillimet të më të rëndësishme politike të këtyre ditëve, të cilat kanë marrë shkak nga deklaratat e ditës së djeshme të presidentit të Republikës Bamir Topit, atë çfarë vijoi më pas me deklaratat e zotit Nano. Dhe deklarata e zotit Topit ishte për të mos kandiduar më në postin e kreut të shtetit. Si e komentoni ju këtë veprim të zotit Topi? Tashmë le të themi kur ka rreth një vit që zoti Topi do t'i duhet për të përfunduar zyrtarisht mandatin në krye të shtetit. Zoti shtetit. Topi mbaron mandatin pak a shumë pas 6 muajve. Në gjuhën teknike ky quhet dhe semestri i bardh i presidentëve. Nga pikpamja politike presidenti Topi në pjesën e më të madhe të mandatit vet politik si presidenti i Republikës ka kryer dhe misionet kryesore në këtë funksion. Rikujtojmë këtu ka qenë presidenti i epokës kur Shqipëria është antarësuar në NATO, i epokës pavarësisë së shtetit Kosovës. Ka kaluar 2 palë zgjedhje shumë të rëndësishme, ato të përgjithshme të 2009-s dhe zgjedhjet e këtij viti, zgjedhjet vendore pra. Kështu që unë gjykoj nga kjo pikpamje, natyrisht presidenti Topi është shprehur dje si president Republike, si kundër i takon, duke thënë që shumë normale që unë pas një viti nuk do të jem më këtu sepse në fund të 6 muajve mbaron mandati. Pse tani? Kur në fakt më herët ka qenë zoti Topi i cili vetë ka lënë të hapur mundësinë për një rikandidim në krye të shtetit. Shikoni, presidenti Topi është njeri me eksperiencë politike. Për shumë vite ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka qenë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ka 5 vite pra ka hyrë është në gjysmën e dytë të 5 vjeçarit si president Republike. Ka qenë ministër. Është njeri që vjen me një të kaluar akademike dhe kjo e bën që të jetë realist. Ai kupton që për shkak të rrethanave po edhe për shkak të zgjedhjeve që ka bërë në vitet e fundit të jetës vet politike, nuk ka kohezion dhe numra parlamentar të cilët do ta lejonin presidentin Topi të ripërsërisë një mandat të dytë. Në fundit nuk është fundi i botës. Keni parasysh që presidenti Topi vjen si president pas presidenti Mojsiu, presidenti Mejdani, presidenti Berisha dhe asnjëri nga këta, pavarësisht se Berisha e mori mandatin e dytë, asnjëri nga këta nuk ka arritur të plotësojë 2 mandate. Pra kështu ka qenë zakonisht Shqipëri, nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë tjetër. E dyta është e lidhur gjykoj me ndoshta një projekt politik cilin ai e ka shpallur për më shumë se sa ai ndihmës miq dhe mbështetës të tij. Dhe që do të jetë ndoshta krijimi i mundshëm i një force politike me karakter dhe me profil të djathtë, e cila nëse do të ndodhë do të shtohet pra spektrit politik shqiptar. Në fund të fundit mund të themi që nga gjithë aktorët dhe faktorët që ndodhen djathtas, është ndoshta i vetmi që mund ta ketë mundësinë e krijimit të një force me reputacion të djathtë dhe vërtet të djathtas, se sa do të jetë i suksesshëm, se sa do të arrijë, cili do të jetë profili, cilit elektorat do t'i drejtohet, kjo është një çështje që i takon atij ta shpjegoj më vonë. Unë gjykoj që deri në periudhën që ai është presidenti i Republikës, pra deri në mesin e këtij viti, ndoshta do të ishte mirë që vetë presidenti Topi të mos përziej më shumë se kaq në një çështje të tillë, sepse kjo do të paragjykonte veprimtarinë e tij më të tjeshme si kryetari i shtetit. Atëherë zoti Kulla, zonja Gjoni një ditë më parë në këtë studio ku ju jeni sot, ka shprehur bindjen se lëvizja e zotit Topi është le të themi një stisje e kësaj mazhorance qeverise për të përfituar një elektorat të djathtë i cili në fakt mund të ketë pak nesër për shkak të le të themi 6 vite dhe më tepër qeverisje të kësaj mazhorance të djathtë dhe në këtë mënyrë mund të rifitonte votat që mund të rrinin dhe pas zgjedhjeve sërish do kishte një koalicion me kryeministrin, sikurse në fakt kanë bërë pothuajse të gjitha partitë e djatha që kanë dalë deri më sot nga Partia Demokratike. Duke qenë që unë e njoh nga afër presidentin Topi,
duke qenë që nuk jam i vetmi në këtë vend që e di dhe veprimtarinë politike, nuk gjykoj që ajo që është thënë këtu një ditë më përpara përkon me realitetin dhe me të vërtetën. Për shkak se presidenti Topi nuk do kishte nevojë të bënte një gjë të tillë. Ti je presidenti i Republikës, pra do të thotë ti je numri 1 i shtetit. Ai në Partinë Demokratike përveç zotit Berisha të tjerët i ka pas të gjithë poshtë. Pra ishte shumë komod që në një rast të tillë të rikthej të bënte atë që ka bërë më përpara, në vend që të përfshihej në lojra të cilat ati kur nuk do t'i rijepnin më profilin personal të mëparshëm, edhe në fundit nuk besoj që do të përfshihej në lojra të cilat do ta vendosin edhe në pozita qesharake politike. Unë mendoj se një kohezion i një koalicioni të djathtë pas zgjedhjeve të 2013-s do të ishte i mundshëm të vlerësohej vetëm në kushtet e rezultateve të 2013-s. Së dyti, me këtë sistem zgjedhor që ka Shqipëria, proporcional rajonal me lista të mbyllura, nëse ti nuk je në të njëjtin koalicion, çdo votë e djathtë që partia ime merr, i hiqet listës dhe koalicionit tënd, dhe çdo votë e djathtë e cila mua mungon si forcë kryesore dhe si lëvizje kryesore politike, është një votë e cila shkon drejt një partie e cila nuk ma jep mua këtë votë dhe paradoksalisht duke mos ma dhënë mua, ma heq mua dhe në të njëjtën kohë ja ka dhënë kundërshtarit tim. Pra, ajo që nuk kam unë e merr ti në mënyrë drejt. Saktësisht, këtë fenomen ne kemi parë në zgjedhjet e fundit të 2009-s me Lëvizjen Socialiste për Integrim Majtas. Pra, unë gjykoj që edhe nga pikpamja e taktikës elektorale, edhe nga pikpamja politike, kjo është një gjë e cila nuk qëndron. Si shpjegohet prania gjithnjë në rritje zotit Nano përpara zgjedhjeve presidenciale, 6 muaj, rreth 6 muaj e vlerësuat juve në mandatin? Po, shikoni, zoti Nano, të paktën gjatë 2 javëve të fundit ose diçka më tepër ka qenë me intensitet në media. Më lejoni t'ju them që zoti Nano ka qenë aktiv edhe në 2005-ën, edhe në zgjedhjet vendore 2007-s, edhe përpara zgjedhjeve presidenciale të 2007-s, edhe gjatë periudhës antarësimit NATO-s, nëse ju kujtohet edhe në periudhën e zgjedhjeve të 2009-s. Heqtja e tij përkon me nëntorin e vitit të shkuar, pra të 2010-s, deri në nëntor apo dhjetor të 2011-s, pak a shumë me një periudhë një vjeçare. Kjo është heqtja politike e zotit Nano, i cili natyrisht ka ishur një vit politikisht, por ka folur me heqtjen e tij si një oponencë pozitive ndaj forcës që ai ka drejtuar, por edhe ndaj klasës politike e cila drejton vendin. Ka qenë po aq proaktiv në jetën e tij private edhe mes miqve të tij, saq ka qenë edhe i heshtur për rreth një vit. Zoti Nano është njeri me energji të jashtëzakonshme individuale dhe politike. Dhe historia e tij politike në këto 20 vjet e dëshmon më mirë se sa çdo kusht tjetër këtë gjë. Në fakt Nano ka deklaruar para media se gëzon ende mbështetjen në radhë të Partisë Socialiste, por mund të shpjegoni publikut se në këndvështrimin tuaj me informacionin që keni, cila është strategjia e Nanos për Partinë Socialiste kur le të themi reformat në këtë parti të paktën për rreth 6 vitet e fundit në drejtimin e kryetarit aktual të Partisë Socialiste, zotit Edi Rama, nuk duket se ka lënë vend për mbështetësit e zotit Nano, dhe jo vetëm në fakt, po dhe për ata që kanë qenë për mendimin ndryshe së fundmit. Shikoni, unë mendoj që gjërat në histori nuk bëhen me sikur, edhe gjërat në politik nuk bëhen me sikur. Rrjedhoja dhe vija politike deri tanishme pas 2005-s Partisë Socialiste të drejtuar nga zoti Rama, për fat keq kanë dëshmuar se nuk kanë qenë fituese, dhe të gjitha garat politike të rëndësishme të Partisë Socialiste në këto vite janë dëshmuar se kanë dështuar. Së dyti,
vetë programi politik me cilin zoti Rama erdhi në krye të Partisë Socialiste, i cili ishte ai që do të çonte në bashkimin e gjitha forcave të majta këtu përfshi dhe LSI, pra ky është fillimi i zotit Rama në 2005, që do të jepte më shumë pushtet antarit të thjesht poshtë dhe vendimarrjes së thjesht, që do të jepte më shumë demokraci të brendshme, citoj ato që zoti Rama ka thënë atë kohë, dhe të gjitha reformat përfshi dhe ato të famshme në frymës përtej të majtës dhe djathës, kanë bërë që zoti Rama përveç se të humb, edhe të rikthehet, së fundi pa me programin politik elektoral ekonomik të Partisë Socialiste, pra rilindjen, me anë cilës ka përqafuar një politik të majt, pra një frymë të majt, ka ikur nga një frymë e cila ishte as pak e majt, dhe vetë zoti Rama, në kongresin e fundit të Partisë Socialiste, është munduar të jap edhe iden, por edhe ta rrezatoj frymën se ka ardhur koha për një ribashkim të ri dhe ka vend për të gjithë në Partinë Socialiste, ata që janë të majt dhe ata që mendojnë se mund të kontribuojnë në Partinë Socialiste. Në këtë pikë, në ka një njeri i cili vazhdimisht ka qenë proaktiv nga pikpamje pozitive, pra edhe për të bashkuar socialistët, edhe për të patur një program të majt europian, edhe për të patur një kohezion majtas nëpërmjet të cilit Partia Socialiste ka qeverisur 8 vjet, ju kujtoj, nga 97 deri në 2005, ky ka qenë Fatos Nano. Sepse në fund ditës gjërat thjeshtohen, edhe për elektoratin poshtë gjërat thjeshtohen akoma më shumë. Diferenca mes drejtimit të Partisë Socialiste në kohën që zoti Nano ka qenë pushtet dhe kohën që zoti Rama është pushtet pra Partinë Socialiste, është fakti që socialistët kanë qeverisur Shqipërinë nga 97 në 2005, ndërkohë nga 2005 deri në vitin 2011 gati 2012 kanë humbur edhe disa nga bashkitë të rëndësishme që ata i kanë pasur historikisht, siç është dhe Bashkia e Tiranës. Megjithatë do të thënë që zoti Nano është ai që humbi në 2005, ëh. Le të themi zoti Nano, Partia Socialiste në drejtimin e zotit Nano dhe me qeverisjen. Atëherë nëse ne do t'i referohemi 2005-s, ato janë zgjedhje në të cilat gjithçka rodhi ishte pasojë 2005-s. Ato janë zgjedhje të cilat megjithatë vinin pas 8 vjet pushtet dhe ishte hera e parë në ishlindjen komuniste që një forcë e majt ish komuniste merrte 2 mandate rreshtas në qeverisje. Së dyti në 2003 kishte ndodhur divorci i parë, pra ndarja e parë, dhe kjo ka qenë për mendimin tim ndoshta një nga përgjegjësitë e zotit Nano në 2003 që lejoi ndarjen e parë, me anë cilë zoti Meta u largua nga Partia Socialiste dhe e dëmtoi shumë Partinë Socialiste derisa në zgjedhjet e 2005-s ishte ndoshta nga më të rëndësishmet, arsye pse Partia Socialiste nuk arriti ta merrte mandatin e tretë. Së treti, nëse ne do t'i kthemi mbrapa 2005-s, 2005-a për nga numri i votave, pavarësisht sistemit zgjedhor dhe mënyrës se si ishin rregullat zgjedhore në atë moment, për nga numri i votave Partia Socialiste ka marrë numrin maksimal në historikun e saj në 2005. Dhe e fundit që është më rëndësishme, në fundit Partia Socialiste tregoi që kishte një kohezion politik të jashtëzakonshëm të tipit evropian, me anë cilit kishte qeverisur 8 vjet, kishte transformuar Shqipërinë, e kishte çuar përpara dhe lejoi që të bëjë gjithashtu edhe një tranzicion modern politik në Shqipëri. Problemi është se tranzicioni politik në Shqipëri, me anë cilit zoti Nano mori përgjegjësitë dhe dha dorëheqjen dhe si kryetar partie dhe si kryeminist, nuk u vijua me tranzicionin politik brenda Partisë Socialiste. Brenda Partisë Socialiste pati 2 grupime njerëzish. Një grupim konservatorësh të cilët ishin në gjendje të bënin pakt me gjithkënd vetëm që do dëshmonin hapur se ata tashmë kishin divorcuar me Fatos Nanon, pra me një lloj servilizmi patetik i cili e dëmtoi Partinë Socialiste, dhe një grupim njerëzish të cilët nuk kishin lidhje fare me Partinë Socialiste dhe që në zgjedhjet e 2005-s kishin qenë proaktiv publikisht dhe politikisht kundër Partisë Socialiste. Madje disa prej tyre më vonë u bën edhe deputet Partisë Socialiste, pra janë deputet Partisë Socialiste. Disa prej tyre shkaktuan dhe humbje
të Partisë Socialiste në zona shumë të rëndësishme të majta, ku kandidonin madje edhe drejtues sekretar Partisë Socialiste të asaj kohe. Megjithatë, ajo çka e ndan zotin Nano deri në 2005 me administrimin pas zotit Nano deri në 2005 është që zoti Nano nuk ka pasur asnjëherë frymë akmarrëse. Në 2005 mori të gjitha përgjegjësitë në kurrizin e vet dhe tha unë po largohem. Por kjo është diferenca. Se kur zoti Nano iku, u largua, i mori me vete të gjitha përgjegjësitë e veta dhe i la zotit Rama dhe drejtuesve të Partisë Socialiste më vonë mundësinë që jo vetëm të reformonin forcën politike, por në 2009 të paraqiteshin me një format komplet ndryshe, komplet të ri, edhe të realizohen në fundit atë çka e solli zotin Rama në pushtet, pra në 2005, pra në pushtet në Partinë Socialiste, bashkimin e të majtës dhe modernizimin politik të smajtës, që për fat keq nuk ka ndodhur. Megjithatë, sikur se thash më përpara, historia dhe politika nuk bëhet me sikur. Duket se zgjedhjet politike të vendore të këtij viti, largimi i zotit Rama nga Bashkia e Tiranës, heqja e këtij pozicioni dualiteti që zoti Rama kishte edhe sekretar partie dhe sekretar bashkie, ka bërë që zoti Rama të reflektoj me disa nga këto gabimet e 6 viteve dhe të filloj pikërisht nga një frymë e re e cila duhet të përpiqet të rrezatojë dhe unë mendoj që diçka ka filluar të ndryshojë. Ne nuk mund të presim që ndryshimet do jenë të gjitha radikale një herëzi. E rëndësishme është që ka disa reflektime dhe që palët kanë filluar të flasin dhe që brenda Partisë Socialiste duket se gjërat po lëvizin. Ndoshta do të qëndrojmë pak te kjo teza fundit e juaja, por përmendet pak përpara hakmarrjen, zoti Nano nuk është hakmarrës. Ai ishte hakmarrë deklarimi i votës kundër Partisë Socialiste në zgjedhjet e fundit. Unë me sa kujtoj, Fatos Nano nuk ka deklaruar kur votën kundër Partisë Socialiste. Nuk ka deklaruar zoti Nano që nuk mund të votoj një parti kazerm? Zoti Nano ka deklaruar në zgjedhjet e 2009-s, sepse ka deklaruar unë jam me socialistët e vërtet, ka qenë në një studio tjetër televizive, një televizion kombëtar, do të jem me socialistët e vërtet, do të jem atje ku janë socialistët e vërtet, por unë nuk mund të përdorem me rregullat e një partie kazerme dhe kjo tregon shpirtin liberal që politikani Fatos Nano ka. Fundit në Partinë Socialiste është njeriu që ka paguar më shtrenjtë nga të gjithë në politikën shqiptare, personalisht me jetën e vet dhe të familjes vet me sakrifica, atë çka Partia Socialiste u bë më vonë. Pra, një parti e moderuar, moderne, demokratike dhe një parti që qeverisi vendin për 8 vjet. Juve rikthemi pak te ajo që teza që po thonin që sot tashmë Partia Socialiste duket sikur ka ndryshuar në raport me mënyrën se si filloi drejtimi i kryesocialistit Edi Rama. Mendoni se realisht ka reforma hapse brenda Partisë Socialiste që mund të pranojnë dhe të larguarit nisur nga zhvillimet e ditëve të fundit? Largimi i zotit Islami, Ne nuk mund të paragjykojmë as pak gjërat që kanë ndodhur. Në fundit ka pas një kongres. Në një formë ose një tjetër janë dhënë disa mesazhe politike në atë kongres. Se sa këto pastaj do të jenë realiste në terren dhe çfarë efekti do të kenë, kjo është një gjë të cilën ne duhet t'ia lëmë kohës për hir të vërtetës. Nuk mund të paragjykojmë as faktin që me dhimbje shohim që në Partinë Socialiste, sikundër ka thënë drejtori Agolli 2 ditë më përpara, janë trajtuar gjërat sikur të ishin në ushtri, pra një themelues i partisë, një personazh me një kaluar edhe akademiku dhe politike, në fundit kryetari i parë i parlamentit të Shqipërisë, njeri i cili është prodhuar nga Partia Socialiste, deputeti i Partisë Socialiste, të përjashtohet, edhe kur dihet që ndoshta në këtë parlament qoftë edhe një vot është e rëndësishme. Pra, fryma e përjashtimit në vetvete është një frymë e cila nuk përshtatet me kohën, me epokën në cilën ne flasim, pra nga pikpamja politike. Por një herëzi ne nuk mund të përjashtojmë dhe faktin që ka ndodhur thyrje të mëdha politike në gjirin e politikës publike shqiptare. Njerëz të cilët janë parafruar politikës në rastin e zotit Veliaj, si njerëz të cilët ishin kundra politikës, që vinin nga organizatat jo fitimprurse, që vinin me një stil protesten politik,
Pra, nga njerëz që vinë nga një frym totalisht liberale, do të shkojnë dhe do të futen në një klimë kazerme, me një rregullore tipike ushtarake, ku dhe gabimi më i vogël ndëshkohet, dhe më lejoni t'ju them që unë jam rritur në një klimë tillë, kam qenë për shumë vite në shkollën Skënderbej, në kohën e ish regjimit, dhe di mirë se çfarë do të thotë një frym ushtarake brenda një disipline ushtarake, nuk përshtatet as pak me filozofinë e një tmajte pluraliste, një tmajte demokratike, një tmajte europiane. Fundit në gjithë Evropën të majtet janë paksa ndryshe, edhe vetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Nano është mbajtur mend për lëvizjet e tij të bushme, por dhe për lënien e tyre në mes të rrugës. Kam parasysh lëvizjet katarëse her pas here brenda radhëve të Partisë Socialiste, të cilat e ngjasat që dhe kjo lëvizje e fundit që duket sikur po merret zoti Nano, rikthimi i tij paksa mediatikisht 6 muaj përpara zgjedhjeve presidenciale, të mos lihet në një moment mes të rrugës. Shikoni, unë nuk mund, si e thash më përpara, unë nuk paragjykoj gjëra të cilat nuk kanë ndodhur, edhe të paragjykoj edhe fakte historike. Domethënë, ato që janë fakte historike janë dhe ato që do ndodhin. Pra nuk mund nisem nga një frym paragjykimi. Ajo gjë që po historia të bën të kuptosh, ë? Si ajo gjë sigurisht unë mund të them është që Fatos Nano është politikani që pati kurajon të administronte tranzicionin e parë shqiptar si kryetari i Partisë Socialiste dhe si kryeministër i asaj kohe, pra flasim në 91-92-shin. Pagoi politikisht frymën e hilaritetit dhe të ekstremizmit politik të trashëguar ndoshta edhe nga periudha më përparshme në pjesën e parë të pluralizmit shqiptar, duke vuajtur 4 vite burg personalisht dhe duke patur probleme nga ato personale deri tek ato familjare. Më lejoni t'ju kujtoj që është një gjë shumë dizuman që ish kryeministri dhe kryetarit atëhershëm të opozitës nuk i është lejuar që takojë nënën e vet në atë periudhë para se të ndronte jetë. Kjo është historia personale e Fatos Nanos. Ai nuk u thye. Koha e mëvonshme tregoi që kur erdhi në pushtet në 97-ën ishte gjithçka tjetër përveç se hakmarrës. Ishte një kryeministër reformator, ishte një kryeministër i cili shumë mirë mund të kishte marrë pozitën e një presidenti të Republikës dhe të ishte më rehat duke lënë përgjegjësinë qeverisë të tjerëve, por mbori mbi kurriz përgjegjësitë politike për të cilat ai kishte udhëhequr Partinë Socialiste. Fakti që gjatë 8 viteve pushtet Partia Socialiste prodhoi 4 kryeministra, disa kryetar parlamenti, një president republike, dhe që zoti Nano nuk kishte tërësisht gjatë gjithë kohës kryeministër, por vetëm një periudhë të saj. Fakti që numri i ministrave, i zënës ministrave, i drejtorëve të prodhuar nga Partia Socialiste në ato 8 vjet është shumë herë më i madh se sa numri i aktual i majorancës, pra numri i personaliteteve publike, politike, përfshirë ata që janë sot në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, tregon që Fatos Nano gjërat që nis i mbaron. Nëse ju i referoni një periudhë që është ajo e katarsisit, më lejoni t'ju them që kryetari i Partisë Socialiste i asaj kohe Fatos Nano, i cili në një nga akuzat më të mëdha të sotshme që ka nga pjesa më konservatore e pushtetmbajtësve në thojza aktual të Partisë Socialiste, është se gjoja i ka nxjerrë në opozitë në 2005-ën. Mund të imagjinoni se çfarë do të ndodhte nëse ai do të nxjerrte në opozitë në 2002-shin, sepse kishte vetëm një rrugë Fatos Nano për ta përfunduar katarsisin atë kohë, ishte ta çonte vendin në zgjedhjet e parakohshme dhe Partia Socialiste në ato kushte, me atë lloj imazhi politik, vështirë se do mund të fitonte zgjedhjet në asaj kohe. Fatos Nano bëri një zgjedhje tjetër, e cila në gjykimin tim rezultoi nga pikpamja afatgjate më e suksesshme dhe më dobiprurse për Shqipërinë. Bëri një marrëveshje politike me opozitën e atëhershme, me anë të cilës u përmirësuan në mënyrë cilësore afatgjat disa ligje të cilat i lejuan Shqipërisë që të bënte hapa të rëndësishme drejt Bashkimit Evropian dhe drejt NATO-s sidomos. U zgjodh presidenti i Republikës, u çliruan emocione negative të cilat ishin mbarsur nga pas 97-s dhe 98-s, në kohën që vdiq deputeti Hajdari dhe zoti Nano
u largua si kryeministër dhe në Tiranë ne patëm një shfaqje të fortë dhune në atë kohë, dhe duke qenë që paqtoi opinionin publik, duke qenë që i dha zgjidhje një sër probleme të cilat ishin mbarsur përfshirë edhe zgjedhjet e 2001-shit, duke qenë që gjeti një gjuhë të mirë politike dialogu me opozitën e asaj kohe, lejoi që Shqipëria vitit 2002-2005 ishte një Shqipëri në cilën lulëzuan bizneset, lulëzoi ekonomia, lulëzoi media dhe shumë gjëra shkuan përpara. Natyrisht ishte një periudhë me probleme. Nuk them që ka qenë një periudhë pa probleme, them që ka qenë një periudhë me probleme siç është Shqipëria me probleme, por ka qenë një periudhë në ngjitje. Natyrisht një pjesë e probleme mund të ketë qenë të lidhura me korrupsionin, një pjesë e probleme mund të ketë qenë të lidhura me efikasitetin e realizimit të reformave, por një gjë është e qartë. Shqipëria e 2002-2005 është një Shqipëri ku ka pasur më shumë liri dhe është një Shqipëri ku ka pasur më shumë prosperitet ekonomik. Edhe më shumë korrupsion. Koha tregoi që institucionet pavarura siç janë gjykatat, prokuroria, edhe vetë opinioni publik, media, pra e cila e kryqëzoi qeverinë asaj kohe me akuzat e korrupsionit. Koha tregoi që pas 2005-s shumë pak i zyrtar socialist pas hetimeve u gjykuan dhe u dënuan për të gati hiç. Dhe koha tregoi që edhe pas rotacionit politik, akuzat për korrupsion ndaj pushtetmbajtësve dhe qeveridhënies apo llogaridhënies qeverisë në Shqipëri nuk u përmirësua, përkundrazi kjo klim u përkeqësua. Në një vend në zhvillim, ku ka ende shumë njerëz të varfër, kur shumë njerëz lëvizin brenda vendit dhe jashtë vendit, kur shumë gjëra lëvizin në një formë ose një tjetër, është e pamundur që fenomene të tilla të cilat lidhen me zhvillimin dhe lidhen me pluralizmin, me demokracinë, në shtetin e drejtës të vërtetohen, dhe unë gjykoj që klasa politike shqiptare, parlamenti shqiptar, një nga gjërat më të mira që duhet marrë nga shembulli i demokracive më të mira perëndimore është patriotizmi modern në kohën e globalizmit për qytetarët e tyre, për vendin e tyre. Ne flasim për një shtet të qytetarëve tashmë, jo për një shtet të politikanëve apo për një shtet dogmatik nacionalist ose në një formë tjetër. Dhe shteti i qytetarëve në radh parë shihet me rezultatet e përditshme të qytetarëve, me atë çka qytetarët kanë për të ngrënë në shtëpitë e tyre. Megjithatë ju thoni për shtetin e qytetarëve, Alianca për Qytetarin është ajo që ka fituar zgjedhjet së fundme dhe në gjatë këtyre viteve kemi parë zotin Nano më afër zotit Berisha, kundërshtarit historik të Partisë Socialiste, se sa vet bashkëpunëtorëve të tij ndër vite gjatë Partisë Socialiste. Kur e keni parë, lutem? Në gjitha herët që i ka dhënë zoti Nano Berisha, dorën zotit Berisha. Më citoni 2 ose 3 raste. Në dorën ku i ka dhënë në zgjedhjet e parafundit parlamentare që i dha një zgjidhje ngërçe të Jo, kanë qenë zgjedhjet vendore? Ka qenë një zgjedhje përpara zgjedhjeve parlamentare. Kanë qenë zgjedhjet vendore 2007-s, në të cilat në mënyrë absurde zoti Rama me një hilaritet politik i cili kushtoi shumë asaj kohe Partisë Socialiste nga pikpamja e performancës politike, por edhe zoti Berisha në atë kohë shkuan deri në përplasje të fortë, ajsa personalitetet të rëndësishme diplomatike europiane erdhën në Tiranë për të zgjidhur krizën dhe nuk e zgjidhin dot. Presidenti asaj kohe, zoti Mojsiu, ishte i pafuqishëm brenda mureve të presidencës për të dhënë një zgjidhje politike në atë kohë, zgjedhje lokale, sepse rrezikohej që zgjedhjet lokale të mos bëheshin fare, apo siç thoshte zoti Berisha të bëheshin në mënyrë administrative. Mënyra më e mirë ishte dialogu politik transparent i hapur siç e bëri zoti Nano. Koha tregoi që efektet pozitive të atyre zgjedhjeve i pati pikërisht zoti Rama, i cili mori mandatin në 2007 në Tiranë. Lejoni t'ju kujtoj që debati asaj kohe bëhej për një çështje shumë banale. Çështja e certifikatave. Ishte çështja e certifikatave. Ndërkohë që mini bashkitë e Tiranës në shumicë drejtoheshin nga socialistët, bashkia e Tiranës po shkonte drejt një mandati të tretë pra socialist. Dhe koha tregoi që bashkitë më të mëdha të vendit në atë kohë u fituan nga socialistët dhe kjo frymë konstruktive dhe pozitive. Jo vetëm ndaj pushtetit politik apo partijak të një individi apo të një lideri, po ndaj jetës së qytetarëve
i dha drejt zotit Nano dhe nuk i dha drejt atyre që kritikuan zotin Nano në atë kohë. Një rast tjetër ka qenë ai zoti Meta kemi pas rastin e fundit, Një për rast kraj që tjetër- ka dhënë zotit Meta në momentin që ai u Më lejoni t'ju them që rasti i dytë ka qenë rasti i presidentit të Republikës, Mhm. kur 6 deputet Të Partisë Socialiste. personalitetet Partisë Socialiste morën impenjim publik për të votuar hapur ndaj presidentit aktual Partisë Socialiste të Republikës, i cili koha dëshmoi, pavarësisht se Partia Socialiste në atë kohë tha që është një president i vjedhur, i trafikuar etj, u kthye në një nga partnerët më serioz politik të Partisë Socialiste, sidomos në kohët e fundit, e hapëm duke folur për presidentin Topi. Partia Socialiste kur hapur publikisht nuk kërkoi ndjes as 6 deputetëve që votuan presidentin Topi, edhe as vetë presidenti Topi për faktin që e quajtën dhe akuzuan si të trafikuar në atë kohë, dhe koha tregoi që përzgjedhja e zotit Nano për t'i dhënë një shtys më të mirë Shqipërisë së 2007-s me ngërçin e presidentit, pavarësisht se humbsi personal kryesor në atë kohë ishte vetë zoti Nano, i dha një president Republikës Shqipërisë, duke hequr nga harta e krizës, duke lejuar Shqipërisë që një vit më vonë të merrte NATO-n, duke i lejuar Shqipërisë që të bënte ndryshime cilësore në klimën politike, të zhvillonte edhe zgjedhjet e 2009-s. Deri tani, pra ju përmend 2 shembuj bashkëpunimi dhe janë 2 shembuj të cilët efektet pozitive i ka patur Partia Socialiste, nuk i ka patur Partia Demokratike. Po mbështetja për që i dha zotit Meta në momentin Cila është mbështetja që i ka dhënë zotit Meta? Jam shoferi i zotit Meta, thani deklaratë. Tani juve mund të merreni me batutat apo me veprimtarinë politike. Veprimtaria politike e zotit Nano është ajo çka unë ju kam thënë. Fakti që zoti Nano është njeri i cili po mundohet të jap mesazhe pajtimi me të gjithë ata personazhe publik dhe politik, përfshirë dhe zoti Meta, që ishte një ndër arsyet kryesore për cilat Partia Socialiste doli në opozitë në 2005, tregon që zoti Nano ka një reflektim edhe me gabimet e veta në të shkuar, por kjo nuk ka të bëjë me interpretimin që ju sapo dhatë. A ka marrë garanci zoti Nano se do të gjejë mbështetje nga Rada e Lëvizjes Socialiste në Petegrim për ambicin e tij për president të Republikës? Unë nuk besoj që zoti Nano do të pranonte një mandat presidencial kulisash. Sikundër ai kur në jetën e vet politike nuk ka qenë njeri kulisash, por ka qenë njeri i betejave politike. Një koleg i nderuar Armand Shkullaku disa ditë më përpara në media ka shkruar që ky është Fatos Nano, nuk del kurrë nga pazare dhe nga kulisa, po del gjithmonë me një betejë të re dhe me një sfidë të re. Edhe kësaj radhe unë nuk e di nëse ai do të bëhet apo jo, do ta realizoj apo jo objektivin e pallatit brigadave, por një gjë është e qartë që fryma politike në kushtet kur Shqipëria është në një nga klimat më pesimiste që ka hasur ndonjëherë në 20 vitet e fundit nëpërmjet dialogut pozit-opozit, ku ka një shtyllë të lartë mosbesimi e qartë në sytë e ndërkombëtarëve mes pozitës dhe opozitës, zëri Fatos Nanos që fton palët të bashkëpunojnë në emër të qytetarëve, në emër të vendit, zëri Fatos Nanos që i fton palët të bashkëpunojnë për një projekt të ri politik, zëri Fatos Nanos që i fton palët të bashkëpunojnë pavarësisht moshës apo eksperiencës në parlament, në institucion, se në fundit kjo ka qenë oponenca që zoti Nano i ka bërë Partisë Socialiste. Lini rrugën dhe futuni në parlament, se politika nuk bëhet në rrugë, bëhet në parlament. Koha tregoi që zoti Nano kishte drejt, koha tregoi që faktorët e rëndësishëm ndërkombëtar i dhanë drejt pikërisht kësaj filozofie bashkëpunimit politik. Dikush ka thënë në një analistë të tij se është e pamundur që zoti Nano të zgjidhet president pasi përcaktohet që në 5 vitet e fundit atë ketë kaluar kohën në Shqipëri, të paktën sipas kushtetues. Ju lutem të mos Është e vërtet? Të mos bëhemi qesharak. Është e vërtet ka kaluar në 5 vitet e fundit zoti Nano në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Të mos bëhemi qesharak. Fatos Nano edhe në momentin që flasim është në Tiranë. Kush është mik i tij, madje dje kam patur kënaqësi që të bëj një shëtitje shumë të gjatë në këmbë nga pjaca nëpër bulevard edhe në blok, si dy njerëz të lirë, ka shumë politikanë për 20 vitesh në Shqipëri, cilët edhe janë edhe shumë më pak të rëndësishëm se zoti Nano dhe nuk kanë dhe nuk shijojnë dhe nuk jetojnë dot në liri siç jeton zoti Nano. Përfshi edhe ata elementë të cilët me një energji negative individuale mundohen të marginalizojnë veprimtarinë politike publike afatgjatë të zotit Nano në 6 vitet e fundit. Sepse sapo më thatë që zoti Nano pas ka bashkëpunuar me zotin Berisha, po kur e ka bërë këtë nga Vjena? Ju lutem. Dikush zonja Gjoni në fakt në këtë studio meqenëse që ndruam
Tha që dikush zoti Nano qeveriste me telefon nga avioni. Me thënë që edhe bashkëpunimi nuk do domosdoshmërisht bëhet pa telefon. Në kushtet e globalizmit, me që po më përmendi telefonin, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet internetit, ti mund të jetosh edhe në Kinë dhe të bësh biznes në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund bësh pushime në Durban të Afrikës së Jugut dhe të jesh CEO, drejtuesi një kompanie në Londër, sepse ky është globalizmi. Zoti Nano është një njerëz që Kjo është edhe për çka nevojë sot shteti ose partia socialiste në të ardhmen? Zoti Nano me veprimtarinë e vet politike, siç e thash më përpara, ka dëshmuar që është një njerëz i qëndrueshëm, afatgjat, me gjitha paqësor dhe liberal për të dhënë fytyrën një shteti modern liberal siç ka nevojë Shqipëria. Zoti Kulla, unë falenderoj për gjithë kohën që patëm se na kushtonin. Kishim të ftuar në studio zotin Ilir Kulla, analist. Rikthehemi pas sigles me tjera informacione.